e gjithë këtij ndryshimi të madh. Kam kënaqësinë si gjithmonë të shpjegojmë gjëra që nuk i dëgjoni me siguri në emisione të tjera me Nikola Kedhi. Nikola, kënaqësi që u kam sërish në Syrin e Botës dhe falenderoj shumë që gjeni kohë. Përshëndetje Dori, faleminderit ju për ftesën. Për mua është gjithmonë një kënaqësi e veçantë. Gjithashtu. Nikola, zakonisht gazetarët gjatë javës kur ndodhin ngjarje të ndryshme në botë, kur analizojnë apo marrin në pyetje analistët gjeopolitik, e fillojnë pyetjen nga një ngjarje konkrete për të kuptuar se çfarë po ndodh. Unë doja ta bënim çik intervistën invers. Pra të nisemi nga vizionet për të kuptuar dhe për të dhënë sens asaj që po ndodh, sepse ndoshta po gjatë javës tituj të ndryshëm merren vetëm me gjendjen ose me situatat bombastike apo me deklarata bombastike pa u futur thellë në atë që po ndodh. Pra dua të kuptoj çfarë po ndodh realisht në Shtëpinë e Bardhë, cilat janë pasojat dhe cili është vizioni ose nisur nga vizioni i Trumpit. Pyetja ime është e thjeshtë. Ore, Trumpi është duke bërë budalliqe apo është duke ndjekur jo vetëm atë çka ka premtuar, por edhe le të them një blueprint apo një roadmap shumë të qartë dhe të mirë përcaktuar, jo vetëm nga ai, por nga gjithë establishmenti aktual. Unë bie plotësisht dakord me qasjen tuaj dhe unë edhe sikur të më kishit pyetur për një ngjarje specifike, sërish do isha përgjigjur me vizionin dhe kush është ajo që quhet big picture, pra piktura e madhe e të gjithës. Nuk mund të sqarohen gjendje të ndryshme, ngjarje të ndryshme ose deklarata të ndryshme të presidentit Trump pa kuptuar se cili është momenti historik në të cilin ne sot ndodhemi. Në Bashkimin Evropian, në kontinentin evropian në përgjithësi dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot jemi në një botë në tranzicion dhe nuk ka filluar në 20 janar, por ka filluar vite më herët. Dhe në këtë botë në tranzicion po kalojmë nga një rend botror i vendosur me atë që ndodhi në Jalt, pra me ndarjen e botës e zonave të influencës mes Rooseveltit, Churchillit dhe Stalinit, e ndryshuar disi pas rënies së perdes së hekurt dhe e ardhur në një pikë që nuk mund të vazhdohet më me këtë rend, sepse ka kërkesa nga zona të ndryshme, nga shtete të ndryshme, nga fuqi rajonale ose në përpjekje për qenë fuqi gjeopolitike për të ndryshuar rregullat e lojës. Duke nisur që me Rusin, që kërkon zonën e vet, hapësirën e vet të influencës, dhe është edhe një në një farë mënyre një pikë e pambyllur e fundit të luftës së ftohtë, çështja me Rusin. Kemi Kinën që ka që bën përpjekjet e saj për hegemoni globale, do që ky shekull të jetë një shekull kinez, përkundrejt atij që ishte shekulli amerikan, sidomos pas 1945-s, dhe kemi dhe atë që quhet jugu global, vendet e Afrikës, vende të tjera, të cilat nuk janë pyetur, nuk kanë qenë në tryezën e bisedimeve as pas 1945-s dhe as pas 1990-s, 89-90-s, dhe kërkojnë zërin e tyre, kërkojnë të dëgjohen, kërkojnë të jenë dhe ato, sepse janë një pjesë e rëndësishme e popullsisë globale, por dhe GDP-s globale. Dhe ato kërkojnë një karige në tavolinën ku merren vendimet e mëdha për botën. Nga ana tjetër, dobësimi që ka pësuar perëndimi në dekadën e fundit është i konsiderueshëm dhe nuk ka kaluar pa u vënë re nga vende si Rusia, Kina, Irani, Korea e Veriut apo dhe vendet afrikane apo të jugut global, qoftë dhe në Amerikën Latine. Ka qenë një goditje ekonomike, ka qenë dhe një goditje sociale me atë që kemi diskutuar dhe së bashku shpesh, lëvizjet woke, marksizmi kulturor, këto imponimet që vinin nga elita, nga burokrat të pazgjedhur dhe jo përfaqësues në pjesën më të madhe të popullsisë, të cilat nuk i pranuan këto dhe votuan për Trumpin apo politikan dhe lider të ngjashëm. Pra, ky është konteksti në cilin e jemi. Ky dobësim i perëndimit është shfrytzuar nga këto forca, nga këto vende të tjera, si Rusia, Kina, Irani dhe Korea e Veriut, me ata aleancë, po themi deri diku informale që ato kanë pasur deri më sot. Presidenti Trump e kuptoi këtë, e kuptoi dhe krizën e përfaqësimit që kishte perëndimi, e kuptoi në 2016-ën nuk arriti të vepronte dot, në 2020-ën nuk e lan të fitonte, në 2024-ën duket se është i ndërgjegjshëm për këtë moment historik në cilin e jemi. Dhe ai thotë, neve duhet që të forcohemi së brendshmi në mënyrë që të ndalojmë Kinën, e cila është pretendentja për të qenë superfuqia botërore sot, që të bëhet superfuqia botërore dhe të vijë në zonat tona të influencës.
deklaratat në lidhje me Kanadan, me Groenlandën, me Meksikën dhe me të gjithë hemisferën perëndimore duhen parë në këtë kontekst. Ai i thot Kinës që ti nuk e pun në këtë zonë influence, jo se presidenti Trump do vetë pushtoj Kanadan, apo Groenlandën, apo apo deklaratat për gjirin e Panamas. Janë mesazhe që ai i çon Kinës dhe i thot, këtu është zona ime e influencës. Nuk e pun as ti dhe as shtetet e tjera. Të njëjtën gjë duhet bëjë Europa. Europa e ka marrë si një kërcënim të status quo-s, dhe mirë ka bërë sepse është një kërcënim për status quo socialistët e Europës, por nuk është në dëm të Europës ky qëndrim, është në favor të Europës. Europa duhet të zgjohet, të forcohet dhe të bashkëpunojë me Amerikën, sepse qëllimet janë të njëjta dhe Amerika nuk mund të ketë disa fronte njëkohësisht. Dhe pikërisht këtë po thot, Amerika po thot, fronti im duhet të jetë në paqësor, duhet të jetë në atë zonë, në Indo-paqësor. Kina është po themi ekuivalentja ime, dhe ajo që na rrezikon vërtet, ju merruni me Rusinë. I thotë hajde të ndajmë sfidat që kemi, problemet që kemi dhe të bashkëpunojmë në ato fusha ku interesat janë të përbashkëta dhe ku mund të bashkëpunojmë, të forcojmë NATO-n, të rrisim përqindjen që shpenzojmë për NATO-n dhe të adresojmë të gjitha këto sfida. Jemi në një jaltë të dytë dhe ky është thelbi i të gjithë ngjarjeve që janë duke ndodhur sot në arenën